Përshëndetje të nderuar teleshikues, jemi sërish së bashku në edicionin informativ në ekranin tuaj në kanalin Saranda Televizion. Sot zhvillohet ndeshja ndërkombëtare e vlefshme për eliminatorët e kampionatit botëror që do të zhvillohet në vitin 2018 në Rusi. Por në rubrikën tonë të njohur Vox Pop ne kemi vjelur mendimin e qytetarëve në lidhje me këtë ndeshje. Le ta ndihmë. Partia Demokratike e Kosovës ka vazhduar dhe të hënën aksionin e saj para objektit të qeverisë së Kosovës, duke bllokuar hyrjen në shenjë proteste ndaj mosvazhdimit të seancës konstituive të kuvendit. Deputetja PDK-s Eliza Hoxha ka thënë se qëllimi i aksionit është i kërkohet kryeministrit në detyrë Albin Kurti që të kthehet në kuvend dhe të kontribuojë në konstituimin e tij. Që nga dita kur e kanë dhënë betimin si deputet, jo për që nga certifikimi i rezultateve, ata që ndrojnë ilegalisht në pozicionet të cilat i ushtrojnë edhe sot, për çka dhe ne jemi mbledhur sot këtu, për të mos e lejuar hyrjen e tij në zyrat e kryeministrisë. Hoxha kërkoi nga Kurti që në vend të bllokimit të kuvendit të marrë pjesë në seancë konstituive dhe të propozoj kandidatin për kryetar të kuvendit. Ta propozoj emrin dhe të ecim përpara në themelimin e institucioneve të legjislaturës së 11. PDK-ja dhe AAK-ja sërish i kanë kërkuar Deharit vazhdimin e seancës për konstituimin e kuvendit, ndërsa kanë akuzuar vetëvendosjen për bllokim të procesit. Një ditë më parë, kryesuesi i seancës konstituive të kuvendit të Kosovës, një herësh deputeti vetëvendosjes, Avni Dehari, ka bërë thirrje për dialog dhe marrëveshje mes partive, pasi sipas tij vazhdimi i seancës konstituive pa marrëveshje mund të tensionojë edhe më tej situatën. Deri tash deputetët janë ftuar 2 herë për të konstituar legjislaturën e dalë nga zgjedhjet e 7 qershorit, por kryeministri në detyrë Albin Kurti ka kërkuar kohë shtesë për dialog për çështjen e presidentit. Sot zhvillohet ndeshja ndërkombëtare e vlefshme për eliminatorët e kampionatit botëror që do të zhvillohet në vitin 2018 në Rusi. Por në rubrikën tonë të njohur Vox Pop ne kemi vjelur mendimin e qytetarëve në lidhje me këtë ndeshje. Le ta ndihmë. 3 persona humbën jetën dhe 2 të tjerë u plagosën në një aksident tragjik që ndodhi mëngjesin e kësaj të mërkure në Mans të Durrësit. Ishte ora 2:22 e mëngjesit kur 24 vjeçari Kleo Vrioni humbi drejtimin e makinës në të cilën ishin pasagjerë dhe 4 të tjerë dhe u përplas në një bordur betoni duke përfunduar në kanal. Përplasja ndodhur në rrugën dytësore ishte aq e fortë sa në vendin e ngjarjes humbi jetën i riu që drejtonte makinën, 25 vjeçaria nga Italia Sara Burgantelli, të dy të sapomartuar dhe adoleshenti Alvi Muhaxheri. Nga mjeti që siç duket në foto pothuajse ishte shkatërruar plotësisht, policia arriti të nxjerrë në jetë 2 pasagjerët e tjerë, Reisi Vrioni 25 vjeç dhe Klevis Dervishi 16 vjeç. Të dy u transportuan për në spitalin e traumës ku adoleshenti ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore. Sipas informacioneve i ka marrë dëmtime në kokë dhe gjymtyr. Hetimet paraprake të policisë tregojnë se 24 vjeçari ishte duke drejtuar makinën me shpejtësi dhe në momentin që ka humbur kontrollin e saj është përplasur me betonin e një rësan të kanalit kullues. Një grup hetimor po punon për dokumentimin dhe serimin e plotë të rrethanave të aksidentit tragjik. Sot zhvillohet ndeshja ndërkombëtare e vlefshme për eliminatorët e kampionatit botëror që do të zhvillohet në vitin 2018 në Rusi. Por në rubrikën tonë të njohur Vox Pop ne kemi vjelur mendimin e qytetarëve në lidhje me këtë ndeshje. Le ta ndihmë. Policia e shtetit ka arrestuar 6 persona pas konfliktit të ndodhur në një lokal natën në Sarandë ku u godit për shkak të detyrës shefi i hetimit të krimit të komisariatit të këtij qyteti Mateo Bakalli, ndërsa 2 punonjës policie janë pezulluar nga detyra. Operacioni për kapjen e tyre kryer në fshatin 6, në mesin e të arrestuarve janë administratori i lokalit dhe një taksist, ndërsa është shpallur në kërkim një roje sigurie. Ngjarja ndodhi mëngjesin e së shtunës rreth orës 3:20 në rrugën Butrinti në Sarandë, në ambientet e jashtme të një lokali ku rojet e sigurisë po konfliktoheshin fizikisht me disa persona të tjerë. Në komisar Bakalli po kalonte në rrugë me mjetin e tij dhe kur ka konstatuar konfliktin, ka ndaluar duke u prezantuar me detyrën që mbante dhe duke u përpjekur të parandalonte për shkallëzimin e konfliktit. Rojet e sigurisë së lokalit nuk kanë ndaluar konfliktin fizik, por kanë filluar të godasin me grushte dhe shefin e hetimit, i cili ka kaluar në vetmbrojtje dhe ka arritur të komunikojë me shërbimet e policisë për të kërkuar ndihmë. Pas rreth 1 minutë kanë shkuar në ndihmë shërbimet e forcës së posaçme Shqiponja dhe forcat kombëtare të sigurisë, të cilët kanë neutralizuar për shkallëzimin e këtij sherrri dhe kanë shoqëruar disa persona. Ndërsa mësohet se drejtori i policisë së shtetit Skënder Hitaj ka pezulluar nga detyra 2 punonjësit e policisë, një inspektor të repartit të Resi dhe një efektiv të Reneas, pasi punonin si truproje në këtë lokal. Përshëndetje të nderuar teleshikues, jemi sërish së bashku në edicionin informativ në ekranin tuaj në kanalin Saranda Televizion.
Me afrimin e fundit këtë të martë të mbushimit 60 ditor mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, konflikti rrezikon të shpërthejë me më tepër ashpërsi. Agjencia Reuters shkruan se Irani është gati të kryejë goditje të forta ushtarake me përpikmëri për të thyer bllokadën detare të Shteteve të Bashkuara nëse diplomacia dështon. Zyrtarët iranian thonë se në mungesë të një marrëveshje Teherani ka ndryshuar qasjen nga mbrojtëse në totalisht sulmuese. Zyrtarët të zbulimit amerikan thanë për prestigjiozen Wall Street Journal se Irani ka një plan sekret për përshkallëzimin e tensioneve me synim rritjen e kostove për Washingtonin dhe aleatët rajonal. Sipas prestigjioses amerikane, në vend që të besonin tek negociatat, ata i kaluan 2 muajt e fundit duke u përgatitur për një betejë të madhe. Pavarësisht fundit të afatit, presidenti amerikan beson se Irani po kërkon tmerrsisht një marrëveshje. Ata duan të bëjnë një marrëveshje, por nuk do ta bëjnë atë lloj marrëveshje që unë e konsideroj të nevojshme. Shikoni, ne jemi aty për një arsye. Irani nuk mund të ketë një armë bërthamore. Dhe tani, për të ndërtuar një të tillë, pas bombardimeve me avionet B-2, do të duhet shumë kohë. Por është shumë e thjeshtë. Ata nuk mund të kenë një armë bërthamore. Më herët shefi i shtëpisë së bardhë kërcënoi hapur me sulme me bomba Omanin, nëse ky i fundit arrin një marrëveshje me Teheranin në dëm të Shteteve të Bashkuara për administrimin e ngushtisës së Hormuzit, një pikë strategjike nga ku kalon 20% e naftës botërore. Përshëndetje të nderuar teleshikues, jemi sërish së bashku në edicionin informativ në ekranin tuaj në kanalin Saranda Televizion.